Në lajme do të ndiqni administrata tatimore u kërkon strukturave akomoduese të zbatojnë ligjin sa i takon deklarimeve të net qëndrimeve dhe plotësimit të faturave tatimore. Në muajin prill në Shqipëri hyn gjithsej 1.5 milion shtetas në rritje me 6%, ndërsa në 4 muaj hyrjet arritën në 4.8 milion, ku 2.4 milion ishin të huaj. Tarifa prej 10% e vendosur nga presidenti Trump ndaj Shqipërisë duket se ka dhënë efektet e para. Në prill, mallrat Made in Albania drejt SBA-s regjistruan një rënje. Bashkimi Evropian ka kërkuar Shqipërisë që të përshpejtojë barazimin e moshës së daljes në pension për burrat dhe gratë. Mirëseardhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Skran Televizion. Administrata tatimore u kërkon strukturave akomoduese që të zbatojnë me rigorozitet ligjin sa i takon deklarimeve të net qëndrimeve dhe mënyrave se si plotësojnë fatura tatimore. Në këtë mënyrë shmangen kontrollet në subjekte. Ndërsa sezoni turistik veror ka nisur, administrata tatimore u kërkon strukturave akomoduese si hotele dhe bujtina që të deklarojnë sipas ligjit net qëndrimet dhe të plotësojnë siç duhet faturat për shërbimet e akomodimit. Përmes një njoftimi sqarues, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve kërkon nga njësitë akomoduese që në faturat e lëshuara dhe të fiskalizuara për shërbimin e akomodimit të sigurohen që përdorimi i artikullit në faturë të fillojë detyrimisht me emërtimin dhom. Po ashtu është thelbësore që në çdo faturë të specifikohet saktësisht numri i ditëve apo netëve të qëndrimit në strukturën akomoduese, duke shmangur përshkrimet të përgjithshme si paketë javore apo ditore. Tatimet kërkojnë gjithashtu që në faturat e lëshuara të jetë ndarë qartë çmimi përcaktuar për shërbimin e akomodimit, nga shërbimet e tjera si restorant, çadra, shezlong, pishin, përveç rasteve kur shërbimi i akomodimit ofrohet në paketë të përcaktuar me shërbime shtesë. Subjektet që ofrojnë shërbimin e tyre dhe në stacione plazhi duhet të mundësojnë lëshimin e faturës për çdo shezlong apo çadër. Nga ana tjetër u kërkohet aplikimi i qartë i shkallës së TVSH-s. Tatimet sqarojnë se shkalla e reduktuar e tatimit mbi vlerën e shtuar prej 6% aplikohet vetëm për furnizimin e shërbimit të akomodimit në strukturat akomoduese, sipas kategorive të përcaktuara në legjislacionin e fushës së turizmit, si dhe përcaktimeve mbi ligjin e tatimit mbi vlerën e shtuar. Administrata tatimore nxit strukturat akomoduese që të ndërmarrin hapat e mësipërm me qëllim lehtësimin e përmbushjes me sukses të detyrimeve tatimore, duke theksuar se zbatimi i tyre siguron përputhshmëri me kërkesat ligjore, lehtëson procedurat e raportimit dhe shmang verifikimet, mundëson përfitimin e saktë të shkallës së reduktuar të TVSH-s, si dhe kontribuon në formalizimin e sektorit të turizmit. Udhëzimet sigurojnë zbatimin efektiv të vendimit të qeverisë të miratuar në mars për përcaktimin e periudhës së shfrytëzimit dhe të nivelit minimal të kapacitetit të shfrytëzimit të strukturave akomoduese dhe për të lehtësuar procedurat e raportimit. Strukturat akomoduese për gjatë sezonit veror do të duhet të deklarojnë kapacitete shfrytëzimi në nivelin 65%. Kjo është referenca e vendosur nga qeveria për të ulur informalitetin në këtë sektor. Përgjatë këtij sezoni turistik, strukturat akomoduese në vend do të ndjekin rregulla të reja sa i takon deklarimeve të miratuara me vendim të posaçëm qeverie në muajin mars. Referuar vendimit, strukturat akomoduese që do të kenë detyrim të deklarojnë kapacitetin dhe nivelin e shfrytëzimit janë kategoritë bujtina, blok apartamentesh, motel, fjetje dhe mëngjes, hotel, hoteli shpërndar, resort dhe struktura akomoduese e trashëgimisë kulturore. Me rregullat e reja, periudha e shfrytëzimit ndahet në 2 periudha sezonale, përkatësisht nga data 1 maj deri më 30 shtator dhe nga data 1 tetor deri në 30 prill të çdo viti. Në përllogëritjet për efekt të kapacitetit të shfrytëzimit, ditët që merren në konsiderat janë ditët kalendarike gjatë kësaj periudhe. Vendimi përcakton se niveli i shfrytëzimit të strukturave akomoduese bazohet në të dhënat e deklaruara nga sipërmarrësi i strukturës akomoduese për shfrytëzimin e kapacitetit të saj. Ky nivel llogaritet duke marrë në konsiderat numrin e përgjithshëm të dhomave të shfrytëzuara përgjatë periudhës së shfrytëzimit në raport me kapacitetin e plotë të strukturës akomoduese gjatë kësaj periudhe. Ndërkaq, niveli minimal i shfrytëzimit të strukturës akomoduese është jo më pak si 65% e kapacitetit të strukturës së saj dhe nën këtë shifër nuk mund të deklarojë shfrytëzim. Pra, një hotel me 100 dhoma nuk mund të deklarojë shfrytëzim më të ulët se për 65 dhoma në muaj. Për periudhën nga data 1 maj deri më 30 shtator, po ashtu nuk duhet të deklarojnë më pak se 30% e kapacitetit për periudhën nga data 1 tetor deri më datën 30 prill. Kjo vlerë llogaritet si mesatare e nivelit minimal të shfrytëzimit për gjatë kësaj periudhe. Deklarimi do të bëhet pranë Ministrisë Përgjegjëse për Turizmin brenda muajit janar të çdo viti, teksa Ministria brenda muajit shkurt të çdo viti
do i dërgojë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe Njësisë së Qeverisjes Vendore që administron territorin ku ndodhet struktura akomoduese të dhënat e deklaruara nga sipërmarrësi. Ky vendim u mor për shkak të deklarimeve të ulta që bënin strukturat akomoduese dhe evazionit të lartë në këtë sektor. Në muajin prill në Shqipëri kanë hyrë 1.5 milion shtetas duke shënuar një rritje me 6%, ndërsa për periudhën janar-prill hyrjet arritën në 4.8 milion, ku 2.4 milion ishin shtetas të huaj. Numrin më të madh të vizitorëve të huaj e mban Evropa. Gjatë muajit prill në territorin e Shqipërisë kanë hyrë gjithsej 1.5 milion shtetas, përfshirë si qytetarë shqiptar ashtu edhe të huaj. Këto të dhëna të publikuara nga Instituti i Statistikave tregojnë për një rritje prej 6% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Nga ky total, 667.000 ishin shtetas shqiptar duke shënuar një rritje prej 9.6%, ndërsa 819.000 ishin shtetas të huaj me një rritje më të moderuar prej 3.2%. Nga ana tjetër, gjatë të njëjtit muaj regjistruar gjithsej 1.5 milion dalje nga territori shqiptar, me një rritje 5.9% krahasuar me prillin e kaluar. Brenda këtij numri, rreth 683.000 ishin shtetas shqiptar dhe 801.000 ishin të huaj. Kur shohim të dhënat për periudhën 4 mujore janar-prill 2025, vjet re se në Shqipëri kanë hyrë rreth 4.8 milion shtetas me një shpërndarje pothuajse të barabartë midis qytetarëve vendas dhe të huajve. Numri hyrjeve nga të huaj për 4 muaj vlerësohet në rreth 2.4 milion. Kjo shifër paraqitet me një rritje prej 6.4% me një raport me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Ndërkohë daljet nga vendi gjatë kësaj kohe kanë qenë në një nivel më të lartë, duke arritur në rreth 5 milion persona dhe duke reflektuar një rritje vjetore prej 6.2%. Sipas origjinës së shtetasve të huaj që kanë hyrë në vend, Europa vijot të jetë rajoni kryesor, me theks të veçantë në pjesën jugore të saj dhe perëndimore, nga ku janë regjistruar mbi 2 milion hyrje. Sa i takon qëllimit të udhëtimeve, në 97% të rasteve hyrjet janë realizuar për arsye personale, si nga pushime apo vizita tek të afër. Një kategori që ka shënuar rritje prej 0.8%. Hyrjet për arsye biznesin kanë pësuar një zgjerim domethënës me një rritje vjetore prej 40.8%. Megjithatë, të dhënat nuk janë të njëtrajtshme pozitive, pasi hyrjet për trajtime shëndetësore kanë rëndësishëm, me një ulje të konsiderueshme prej 72.4% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Në një hyrje të Kalas të Lezhës, pritet të ndërtohet Muzeu Arkeologjik Mesjetar, ku do të ekspozohen një pjesë e mirë e trashëgimisë arkeologjike kulturore e periudhës së mesjetës. Për këtë qëllim, Bashkia e Qytetit ka hapur tenderin me fond limit prej 15.1 milion lekë. Bashkia e Lezhë ka shpallur hapjen e tenderit për ndërtimin e Muzeut Arkeologjik Mesjetar, një muze ku do të ekspozohen një pjesë e mirë e trashëgimisë arkeologjike kulturore e periudhës së mesjetës në hyrje të Kalas së Lezhës. Është një simbiozë atraktive e turizmit përmes trashëgimisë kulturore, duke shtuar interesin e vizitorëve dhe turistëve nga vendi dhe bota si atraksion, pasuri, vlerë historike dhe kulturore. Sipas dokumentit të publikuar në Agjencinë e Prokurimit Publik, arkitektura e këtij objekti është konceptuar si shumë e veçantë në përshtatje me zonën ku të ndërtohet dhe duke mos dëmtuar në asnjë proces gjatë ndërtimit të tij ambientin përreth. Objekti konsiston në ndërtimin e një ndërtese dykatëshe, kati bërthe dhe kati shërbim. Ndërtesa është parashikuar dhe do të përdoret për shërbim, ndërkohë të gjithë punët e lidhura me instalimin do të bëhen sipas kërkesave teknike. Më tej në dokument theksohet se sheshi ku do të ndërtohet muzeu është i pozicionuar në lagjen sheher të qytetit të Lezhës, pranë Kalas së Lezhës, e cila ngrihet në majtë një kodre me lartësi 186 metra në lindje të qytetit dhe që dëshmon për gjurmët e një qytetërimi të lashtë prehistorik që në shekullin e 4 para lindjes së Krishtit. Ndërtimi i këtij muzeu do të jetë në shërbim dhe në funksion të të gjithë turistëve vendas dhe të huaj, të cilët janë shtuar shumë vitet e fundit në këtë qytet, pasi vizitohet qoftë për bukuritë e tij natyrore, vlerat historike dhe një kulinari shumë të pasur në kuzhinë. Të magazinuara prej vite, shumë objekte artefakte që përfaqësojnë vlera arkeologjike do të jenë të aksesueshme për çdo vizitor. Ky muze është dëshmi e historisë, kulturës, qendresës së luftës për liri, pavarësi, gjuhë dhe identitet kombëtar dhe trashëgimi kombëtare. Ndërkohë, modeli strukturor është i tipit tredimensional dhe përfaqësojnë në mënyrë adekuate shpërndarjen efektive hapësinore të masës, ngurtësisë dhe rezistencës. Fondi limit i përllogaritur i këtij projekti është 15.102.000 lekë. Afati i fundit për paraqitjen e ofertave është deri më datën 9 qershor 2025 ora 10.
Tarifa 10% e vendosur nga presidenti Amerikan Donald Trump ndaj mallrave që eksportohen nga Shqipëria duket se ka dhënë efekt. Të dhënat tregojnë për muajin prill që mallrat Made in Albania drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë pësuar rënje. Tarifat reciproke të vendosura nga presidenti Amerikan Donald Trump për mallrat e importuara mes tyre edhe për Shqipërinë kanë nisur të japin efekt. Për vendin tonë është vendosur një tarife përgjithshme 10% mbi të gjitha eksportet drejt SBA-s. Sipas të dhënave nga Instituti i Statistikave, gjatë muajit të kaluar, eksportet shqiptare drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës u ulën me 30%, ndërsa në 4 muajt e parë të vitit rënja arri në 15%, duke zbritur nga 3.490 ton në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar në rreth 3.000 ton këtë vit. Rënja më e theksuar është regjistruar në muajin prill, kur edhe u vendosën tarifat reciproke nga SBA për Shqipërinë dhe shumë vende të tjera në botë. Referuar të dhënave zyrtare, ndikimin më të madh në këtë rënje kanë pasur grupet e materialeve metalike që përdoren në ndërtim, kryesisht giza dhe çeliku, që përbënin gati 50% të totalit të mallrave të eksportuara. Nga 465 tonë në prill të vitit 2024, eksportet e këtij grupi ranë në vetëm 2 tonë muajin e kaluar. Kjo tendencë rënëse ka nisur që në fillim të vitit, ku SBA aplikoi tarifa të larta për çelikun dhe aluminin, që vijnë kryesisht nga Kina, por që ndikuan edhe mbi vendet e tjera eksportuese, përfshirë Shqipërinë. Një ndikim më i vogël është vëritur edhe tek disa produkte bujqësore si zarzavatet, si edhe tek nënproduktet e qumshtit. Nga ana tjetër, pavarësisht rënjes së eksporteve drejt SBA-s, Shqipëria ka rritur eksportet e metaleve dhe produkteve të tjera me vendet e rajonit, veçanërisht me Greqinë, Maqedoninë e Veriut dhe Turqinë. Eksporti i gizës dhe çelikut është rritur në këto tregje, duke kompensuar pjesërisht humbjet në tregun amerikan. Të përshpejtohet barazimi i moshës së daljes në pension për burrat dhe gratë. Këtë i ka kërkuar Bashkimi Evropian në Shqipërisë pasi i ka bërë publike qëndrimin e saj negociator për grup kapitullin 3 që sapo është hapur. Në shumicën e kapitujve, vendi ynë ka një harmonizim të pjesshëm me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian kërkon që Shqipëria të përshpejtojë moshën e daljes në pension për burrat e gratë. Bashkimi Evropian ka bërë publik qëndrimin e tij për negociatat me Shqipërinë lidhur me grup kapitullin 3, konkurrueshmëria dhe rritja gjithëpërfshirëse. Dokumenti tregon sa i linjëzuar është legjislacioni shqiptar me atë të Bashkimit Evropian për sa i përket grup kapitullit 3, si dhe çfarë kushtesh të tjera duhet të plotësojë vendi ynë që të mbyllë negociatat për këtë grup kapitull. Në dokument, BE thekson se Shqipëria kërkon më tepër kohë për transpozimin e direktivës së Këshillit mbi zbatimin progresiv të parimit të trajtimit të barabartë për burrat dhe gratë në çështjet e sigurimeve shoqërore, konkretisht deri në vitin 2056, me qëllim barazimin e moshës së daljes në pension midis burrave dhe grave, por me qëllim që të bëhet tani parafrimi i plotë i legjislacionit të Shqipërisë dhe atij të Bashkimit Evropian në sigurimet shoqërore. Ky i fundit kërkon që barazimi të përshpejtohet, pra të mos bëhet në 2056. BE-ja konsideron se një periudhë kaq e gjatë tranzicioni për të parafruar moshën e daljes në pension të burrave dhe grave nuk justifikohet dot, dhe se një periudhë më e shkurtër tranzicioni me rritje më të shpejta të moshës së daljes në pension të grave është e preferueshme për të përshtatur me legjislacionin e BE-s. Për të vendosur mbi këtë gjë, Bashkimi Evropian i ka kërkuar më tepër informacion Shqipërisë lidhur me planet dhe projektet për reformën e pensioneve, një plan të ri të kohës që duhet për parafrimin e moshës së daljes në pension dhe një vlerësim mbi ndikimin që do të ketë rritja e moshës së daljes në pension në financat publike dhe në tregun e punës. Nga ana tjetër, përsa i përket fushave të tjera, si për shembull tatimet, BE shpreh se Shqipëria duhet të parafrojë legjislacionin e saj me AKI-n, duke përfshirë këto direktivën mbi sistemin e përbashkët të tatimit mbi vlerën e shtuar. Lidhur me kërkesat e Shqipërisë për disa përjashtime nga AKI e BE-s, Bashkimi Evropian nënkupton se çdo devijim nga sistemi TVSH së Bashkimit Evropian në lidhje me bazën tatimore mund të ketë një efekt në burimet e veta të BE-s. Në shumicën e kapitujve Shqipëria ka një harmonizim të pjesshëm me legjislacionin e BE-s. Megjithatë, Bashkimi Evropian ka vendosur disa piketa mbyllëse, pra disa kushte të tjera që duhen plotësuar nga Shqipëria për të mbyllur negociatat për grup kapitullin 3. Në kapitullin për bashkimin doganor, rezulton dhe janë vendosur më shumë kushte se në çdo kapitull tjetër, ndjekur nga kapitulli i tatimeve, politikave sociale dhe të punësimit, si dhe kërkimi shkencor. Mbi 3.000 inspektime janë kryer nga Inspektoriati Shtetëror i Punës, ndërsa janë shtuar kontrollet në biznese si pasojë e ankesave. Në 4 muaj janë ndërmarrë 1.174 masa administrative, përfshirë pezullime, paralajmërime dhe mbi 16 milion lekë gjoba. Në 4 mujorin e parë të 2025-s, Inspektorati Shtetëror i Punës
ka kryer 3064 inspektime në subjekte, nga të cilat 89% e tyre janë inspektime të planifikuara dhe tematike, ndërsa 11% janë jashtë programi, të cilat kanë ardhur si rezultati ankesave, aksidenteve në punë apo në mënyrë rastësore. Ndërkohë, referuar të dhënave janë realizuar 243 inspektime ankese në subjekte, ku krahasuar me një vit më parë, rezultojnë 48 ankesa më shumë, ku presupozohet që kjo rritje të rezultojë drejt për drejt me rritjen e ndërgjegjësimit, ndërsa në përfundim të proceseve inspektuese, rezulton se 61% e ankesave kanë shkuar për një nga dënimet administrative, si pezullim, paralajmërim ose gjob, nga ku 78% e tyre janë zgjidhur në favor të punëmarrësve. Shifrat për aksidentet në punë rezultojnë të jenë në të njëjtat nivele krahasuar me periudhën paralele të një viti më parë, ndërsa janë trajtuar 75 inspektime për aksidente në punë, ku vlen të theksohet se 100% e tyre kanë shkuar në një nga masat administrative, por cilat janë dëshkimet për këtë periudhë. Masat administrative janë rritur për 4 muajt e parë të 2025-s, gjatë kësaj periudhe janë marrë 1174, ose 38% e subjekteve të inspektuara, ose 39 më shumë se njëjta periudhë të një viti më parë. Më konkretisht, janë 322 masa urgjente pezullimi, 778 paralajmërim, 74 gjoba me vlerë 16.720.000 lekë, ndërsa punëmarrës informal gjatë periudhës janar-prill, rezulton se janë 475 punëmarrës, nga të cilët 460 ose 97% e tyre janë futur në skem brenda procesit të inspektimit nëpërmjet marrjes së masës urgjente pezullim. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, kemi 15.6% më pak. Qeveria do të ngrej një sistem monitorimi dhe verifikimi digital për të vlerësuar arritjen e objektivave kombëtare të eficiencës së energjisë në nivel kombëtar, rajonal ose lokal. Eficienca e energjisë është një nga pikat kryesore të angazhimeve të ndërmarra nga vendi ynë në kuadër të tranzicionit të gjelbër. Qeveria do ngrej një sistem monitorimi dhe verifikimi digital për të vlerësuar arritjen e objektivave kombëtare të eficiencës së energjisë në nivel kombëtar, rajonal ose lokal. Gjithçka bëhet me dije në dokumentet shoqëruese të projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes së financimit të programit operacional shumëvjeçar për energjinë në kuadër të instrumentit të asistencës së parantarësimit tipa 3, që do jetë 79 milionë euro. Duke qenë se një nga fushat e mbështetjes do përfshijë energjinë e rinovueshme dhe eficiencën e energjisë së ndërtesave, në dokumentet shoqëruese specifikohet se tashmë është përgatitur projekt vendimi i Këshillit të Ministrave për miratimin e procedurave dhe metodologjisë së ngritjes së platformës për monitorimin dhe verifikimin e kursimeve të energjisë dhe pritet miratimi i tij. Ndërkaq mbështetja nga programi operacional në këtë fushë do jetë nëpërmjet investimeve, të cilat do kryhen në ndërtesat publike në 4 bashki të përzgjedhura, duke përfshirë zyrat, kopshtet, bibliotekat, qendrat sociale dhe kulturore e të tjerë. Përveç kësaj, programi operacional do të bashkëfinancojë burimet e rinovueshme të energjisë dhe masat e eficiencës së energjisë në rreth 8.000 familje private nëpërmjet një sër skemash grantesh. Eficienca e energjisë është një nga pikat kryesore të angazhimeve të ndërmarra nga vendi ynë në kuadër të tranzicionit të gjelbër, ndërkohë që arritja e objektivit kombëtar të reduktimit të emetimeve të gazeve serë deri në vitin 2050 kërkon rinovimin sipas parimeve të eficiencës së energjisë të 745.000 ndërtesave banimi dhe 8.200 ndërtesa publike. Sipas Instat, gjatë 3 muajve të parë të vitit u prodhua nga të gjitha burimet gjeneruese në vend 9.8% energji elektrike më pak në raport me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Importi bruto i energjisë elektrike shënoi rritje me 43.4%, ndërsa eksporti ra me 10.1%. Rreth 2.23 milion megavator energji u prodhuan gjatë 3 mujorit të parë të këtij viti nga të gjitha burimet gjeneruese në vend, duke shënuar rënje me 9.8% në raport me një vit më parë, ku për të njëjtën periudhë u gjeneruar rreth 2.48 milion megavator energji. Sipas të dhënave nga Instituti i Statistikave, ky prodhim u realizua nga hidrocentralet publike në masën 45.8% dhe nga hidrocentralet private dhe koncesionare në masën 46.3%. Paralelisht ka vijuar dhe prodhimi i energjisë nga centralet fotovoltaike, ndërsa sasia e gjeneruar për periudhën janar-mars të këtij viti përbën 7.9% të energjisë totale të prodhuar në vend, në raport me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Rritja është e ndjeshme,
pasi në 3 mujorin e parë 2024, energjia diellore përbënte 3,2%, ndërkaq importi bruto i energjisë elektrike për periudhën janar-mars 2025 arriti vlerën 767 gigavator, duke shënuar rritje me 43,4%, ndërsa eksporti ra me 10,1%. Paralelisht, dhënat tregojnë se humbjet në rrjet shënuan rënje me 0,9%. Pesha që zën humbjet në rrjet në totalin e energjisë elektrike në dispozicion gjatë 3 mujorit të parë të vitit 2025 është 21,1%, nga 22% që ishte në 3 mujorin e parë të vitit 2024. Ndërkohë që konsumi u rrit me 4,4%, duke arritur vlerën 1,79 gigavator, nga 1,71 gigavator që ishte në 3 mujorin e parë të vitit 2024. Në rritjen e përdorimit të energjisë elektrike, kanë ndikuar konsumatorët familjar, ku kemi një rritje të konsumit me 8,7%, ndërsa energjia e konsumuar nga konsumatorët jo familjar është ulur me 1,3%, krahasuar me 3 mujorin e parë të vitit 2024. Referuar Agjencisë Evropiane të Statistikave, rreth 15.000 shqiptar u urdhëruan të largoheshin nga një vend i Bashkimit Evropian vitin e kaluar, ndërsa mbi 7.800 persona janë kthyer pas. Sipas të dhënave të Agjencisë Evropiane të Statistikave, rreth 15.000 shqiptar u urdhëruan të largoheshin nga një vend i Bashkimit Evropian, ndërsa mbi 7.800 persona janë kthyer pas një urdhri për t'u larguar në një nga vendet e BE-s ku ishin vendosur, referuar shifrave të vitit 2024. Në vitin që lan pas, rreth 123.000 shtetas të vendeve të treta ju refuzua hyrja në territorin e BE-s në një nga kufijtë e saj të jashtëm, me një rritje të vogël prej 0,3% krahasuar me vitin 2023. Ndërkohë, rreth 918.000 persona u gjetën të ishin të pranishëm ilegalisht në një vend të BE-s, duke përfaqësuar një rënje prej 27,4% krahasuar me 1,27 milion në vitin e kaluar. Numri i shtetasve të vendeve të treta të cilëve u shlëshuar një urdhër për t'u larguar nga një vend i BE-s ishte mbi 450.000, me një rënje prej 7,3% krahasuar me vitin 2023. Pas një urdhri për t'u larguar, rreth 110.000 shtetas të vendeve të treta u kthyen në një vend të tretë, me një rritje prej 19,3%. Sipas shifrave të Agjencisë Evropiane të Statistikave, në mesin e shtetasve që nuk janë pjesë e BE-s të kthyer nga territori një vendi të BE-s në këtë periudhë, gjeorgjanët me 11.000 kryesuan listën e shtetasve të vendeve të treta të kthyer, të ndjekur nga turqit me 7.900 dhe shqiptarët me një numër prej 7.895. Në total, shqiptarët e kthyer nga territori një vendi të BE-s dhe vendi jo të BE-s vlerësohet të jetë në rreth 8.000. Krahasuar me vitin 2023, duket se numri i shqiptarëve të kthyer ka qenë më i ulët një vit më parë. Sipas Eurostat, kthimet më të mëdha të shqiptarëve në vitin 2024 janë bërë nga Greqia, Franca, Gjermania, Italia dhe Hungaria. Shqipëria dhe Greqia do të fillojnë bisedimet për çështjen e kufirit detar. Në një artikull të fundit, gazeta greke Tanea thekson se në takimin mes dy ministrave të jashtëm, atij grek dhe atij shqiptar, të zhvilluar në Athinë, më 3 qershor konsiderohet e sigurt se do të trajtohet çështja e zonës ekonomike ekskluzive greko-shqiptare. Në një artikull të fundit, gazeta greke Tanea shkruan se raundi i ri i konsultimeve midis Greqisë dhe Shqipërisë është hapur me çështjen e pezulluar të kufirit detar në krye të agjendës, pas rizgjedhjes së kryeministrit Edi Rama për një mandat të 4 qeverisës. Tanea nënvizon se në takimin kokë më kokë Gera Petritis Hasani në Athinë më 3 qershor, konsiderohet e sigurt se çështja e zonës ekonomike ekskluzive greko-shqiptare do të trajtohet në mënyrë që të dy palët të arrijnë një marrëveshje mbi hapa të mëtejshëm për t'ia referuar këtë mosmarrëveshje specifike gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hag, siç ishte rënë dakord në vitin 2020. Sipas gazetës greke, burime kompetente shqiptare vënë duke se për Tiranën është gjithashtu një çështje me rëndësi të jashtëzakonshme. Ata theksojnë se nëse jepet drita e shile për gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, të dyja palët duhet të ndjekin hapat e nevojshëm dhe të bashkëpunojnë ngushtë. Për qeverinë shqiptare për më tepër, çështja kryesore tani është rruga e qartë për pranimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në këtë drejtim, Tirana pranon se po merr mbështetje të konsiderueshme nga Athina. Prandaj, sipas gazetës greke, thellimi marrëdhënieve dypalëshe midis Greqisë dhe Shqipërisë tani vlerësohet nga Tirana si një prioritet i lartë. Angazhimi ndaj rrugës europiane të Shqipërisë ishte ndoshta faktori më i rëndësishëm, siç theksojnë burimet, që përcaktoi triumfin e fundit zgjedhor të Ramës, me procesin e pranimit që vazhdon pa probleme me konferencën e 5 ndërqeveritare Bashkimi Evropian Shqipëri që u mbajt në Bruksel, shkruan Tanea. Megjithatë, burimet kompetente theksojnë se gjatë samitit të fundit të Komunitetit Politik Evropian, Emmanuel Macron nuk e përjashtoi pranimin e Shqipërisë në BE në vitin 2027
2007, 3 vjet më herët se objektivi. Ndërsa agjenda përfundimtare e takimit të ardhshëm midis Gerapetritis dhe homologut të tij shqiptar Igli Hasani është ende duke u formuluar. Burimet parashikojnë se gjatë bisedimeve do të diskutohet edhe forcimi i bashkëpunimit greko-shqiptar si në fushat ekzistuese ashtu edhe në ato të reja. Sipas gazetës greke, një element tjetër që pasqyron rëndësinë e marrëdhënies mes shteteve është përqindja dërmuese që Partia Socialiste mblodhi përmes votave të shqiptarëve që banojnë në qytetet greke, mbi 84%. Nëse krahasojmë me shifrat e përgjithshme të diasporës, ku Rama fitoi 61.3% të votave, kuptohet qartë mbështetja e shqiptarëve të Greqisë. Në fund të artikullit të Tanea, theksohet se ky fakt nga Tirana shpjegohet me fushatën e zhvilluar nga kryeministri shqiptar në tokën helene, por edhe nga që shqiptarët në territoret greke kanë mbështetur prej kohësh Partinë Socialiste. Mirë, do të ndalemi me zhvillimet nga bota. Administrata Trump i hoqi Universitetit të Harvardit të drejtën për të pranuar studentë ndërkombëtar. Universiteti e cilësoi vendimin të paligjshëm dhe shprehu mbështetje ndaj shtetasve të huaj. Administrata e presidentit Donald Trump i hoqi Universitetit të Harvardit të drejtën për të regjistruar studentë ndërkombëtar dhe po i detyron studentët e huaj aktual të transferohen në shkolla të tjera ose të humbasin statusin e tyre ligjor. Gjithashtu Trump kërcënon të zgjerojë masat e rrepta në kolegje të tjera. Sekretarja e Sigurisë Kombëtare Kristi Noem urdhëroi departamentit të ndërpresë certifikimin e programit të studentëve dhe vizitorëve të Universitetit të Harvardit që ishte në fuqi për vitin shkollor 2025-2026, tha departamenti në një deklaratë. Noem akuzoi universitetin për nxitje të dhunës, antisemitizmi dhe koordinim me Partinë Komuniste Kineze. Harvardi tha se masa administratës Trump, e cila prek mijëra student, ishte e paligjshme. Vendimi shënon një përshkallëzim të ndjeshëm të fushatës së administratës Trump kundër universitetit elitar Ivy League në Cambridge, Massachusetts, që është faqur si një nga objektivat më të shuar institucional të Trump. Masa erdhi pasi Harvardi refuzoi të jepte informacionin që Noem kërkoi në lidhje me disa mbajtës të vizave të studentëve të huaj, tha departamenti. Universiteti regjistroi gati 6.800 studentë ndërkombëtar në vitin shkollor 2024-2025, duke arritur në 27% të numrit të përgjithshëm të studentëve sipas statistikave të universitetit. Në vitin 2022, shtetasit kinez ishin grupi më i madh i studentëve të huaj me 1016 të tillë, treguan shifrat e universitetit. Pas tyre ishin student nga Kanadaja, India, Korea e Jugut, Britania, Gjermania, Australia, Singapore dhe Japonia. Është një privilegj, jo një e drejtë, që universitetet të regjistrojnë studentë të huaj dhe të përfitojnë nga pagesat e tyre më të larta të shkollimit për të ndihmuar në plotësimin e fondeve të tyre miliardë dollarësh, tha Noem në një deklaratë. Harvardi e quajti veprimin e qeverisë të paligjshëm dhe tha se ishte plotësisht i përkushtuar për edukimin e studentëve të huaj. Ky veprim hakmarrës kërcënon komunitetin dhe vendin tonë, si të dëmton misionin akademik dhe kërkimor të Harvardit, tha universiteti në një deklaratë. Ekonomia gjermane shënon një rritje të ndjeshme në 3 muajt e parë të vitit 2025, duke tejkaluar pritshmëritë. Eksportet e larta dhe konsumi brendshëm ishin disa nga faktorët kryesor të rritjes. Ekonomia gjermane u rrit ndjeshëm më shumë në 3 muajorin e parë të këtij viti në raport me vlerësimet e mëparshme për shkak të zhvillimeve pozitive ekonomike në muajin mars. Ekonomia u rrit me 0.4% në 3 muajorin e parë 2025 krahasuar me 3 muajt e mëparshëm, tha zyra e statistikave, duke rishikuar një vlerësim paraprak prej 0.2%. Një zgjerim i tillë nuk është shënuar që nga 3 mujori i tretë i vitit 2022, kur u rrit me 0.6%. Rritja ekonomike u nxit nga tregtia dhe konsumi. Prodhimi dhe eksportet regjistruan vlerat më të larta në raport me supozime e muajit mars. Eksportet u rritën me 3.2% krahasuar me 3 muajorin e mëparshëm, pasi importuesit amerikanë nxituan me blerjet e tyre për të shmangur tarifat. Konsumi familjar pa një zgjerim më të fortë se në 3 muajorit e mëparshëm, duke u rritur me 0.5%. Në të kundër, shpenzimet qeveritare ranë me 0.3% në 3 muajt e parë. Sipas zyrës së statistikave, kjo ka ardhur për shkak të buxhetit të përkohshëm. Gjermania u tkur në 3 muajorin e fundit të vitit të kaluar me 0.2%, duke rigjallëruar frikën e recesionit. Një recesion përkufizohet si 2-3 mujor
radhazi me rritje negative. Berlini pritet gjithashtu të ndikojë ndjeshëm nga tarifat për shkak të ekonomisë orientuar drejt eksportit. Shtetet e Bashkuara ishin partneri më i madh tregtar i Gjermanisë në vitin 2024 me tregti madhrash dy palëshe që arrinte në total 253 miliardë euro, pasi koalicioni ish kancelarit Olaf Scholz u shem në nëntor. Qeveria e fundit nuk kishte kohë për të miratuar buxhetin e vitit 2025. Në vend të kësaj, Gjermania ka vepruar me një buxhet të përkohshëm që nga fillimi i vitit. Familjet britanike do të paguajnë më pak për faturat e tyre të energjisë elektrike duke nisur nga muaji korrik. Megjithatë, çmimet mbeten të larta krahasuar me nivelet para krizës energjetike që u shkaktua nga lufta në Ukrainë. Miliona familje britanike do të shohin fatura më të ulta të energjisë që nga korriku pasi regulatori Ofgem tha se çmimi maksimal do të reduktohet me 7%. Vendimi është një lajm i mirëpritur për qeverinë në presion për të lehtësuar një shtrëngim të kostos së jetesës dhe vjen pasi të dhënat në fillim të javës treguan një rritje më të madhe se sa pritej të inflacionit në muajin prill. Çmimet globale me shumicë të energjisë janë ulur, ndërsa ky është shkaku kryesor. Ndryshimet në kostot e biznesit të furnizuesve kanë pasur gjithashtu një ndikim në rënien e çmimeve të energjisë, tha Ofgem në një deklaratë. Çmimet e gazit britanik kanë rënë pothuajse me 40% që nga kulmi i tyre në shkurt, të ndikuara nga frika një ngadalësimi industrial dhe një lufte tregtare globale. Një rol ka luajtur gjithashtu edhe Parlamenti i Bashkimit Evropian që ka mbështetur rregulla më pak të rrepta të ruajtjes së gazit. Pavarësisht rënies, çmimet e energjisë vendase mbeten rreth 50% më të larta se në verën e vitit 2021, përpara se pushtimi rus i Ukrainës të rrisë çmimet e gazit dhe të shkaktonte një krizë energjie në Europë. Grupet e konsumatorëve paralajmëruan se kostot e energjisë mbeten të papërballueshme për shumë familje dhe kërkuan më shumë mbështetje për shtresat më të varfra. Çdo rënje e çmimit të energjisë është gjithmonë një lajm i mirëpritur, por faturat mbeten jashtëzakonisht të larta për familjet me të ardhurat të ulta, theksuan ata. Kryeministri britanik Keir Starmer tha se pranonte që të moshuarit ende po ndjenin presionin e çmimeve të energjisë dhe donte të sigurohej që më shumë pensionistë të kualifikohen për pagesat e karburantit dimëror, pasi kufizoi numrin e personave të kualifikuar vitin e kaluar. Kufiri i ri Ofgem për 1720 pound në vit për përdorimin mesatar të energjisë elektrike dhe gazit është 129 pound më i ulët se kufiri më parshëm për periudhën prill-qershor. Udhëtimi me tren po fiton terren në Evropë me qytetarët që preferojnë transportin hekurudhor në vend të avionëve. Sipas sondazhit të fundit të anketuarit, mbështesin ndalimin e fluturimeve të shkurtra nëse ekzistojnë alternativat hekurudhore të shpejta. Udhëtimi me tren po përjeton një rilindje dhe evropianët janë pro këtij ndryshimi sipas sondazhit të fundit. Një studim me 11.000 persona nga prodhuesi i hekurudhave Rail zbuloi se pothuajse gjysma e të anketuarve kanë ndërmend udhëtojnë më shumë me tren dhe më pak me aeroplan në 5 vitet e ardhshme. Në nivel global, mbi 7 në 10 thanë se do të përdorin më shumë transportin publik nëse do të kishte ndërlidhje më të mira, ndërsa më shumë se gjysma do ta përdorin atë edhe nëse do të kushtonte më shumë. Hulumtimi i ri zbuloi se qytetarët në vendet përreth Evropës dhe në Amerikën e Veriut parashikojnë që udhëtimi me tren do të rritet ndjeshëm në vitet e ardhshme duke reduktuar fluturimet. Transporti hekurudhor përbën aktualisht rreth 1/3 të 29% të udhëtimeve në distanca të gjata që janë 2 orë gjysmë ose më shumë. 1/3 e njerëzve të anketuar gjithashtu presin të udhëtojnë më shumë me tren në 12 muajt e ardhshëm, ndërsa në 5 vitet e ardhshme kjo do të rritet me 40% mes shteteve dhe 49% nëpër qytete. Në të kundërt, udhëtimi me avion pritet të ngesë me vetëm 2% që presin të fluturojnë më shumë në të njëjtën periudhë kohore. Sipas të dhënave, udhëtimi me makinë parashikohet të rritet por me 50% më pak sa i me tren. Dëshira për më shumë udhëtime me tren në të ardhmen plotësohet gjithashtu nga një shumicë e qartë 62% që mbështet legjislacionin për të ndaluar fluturimet me distanca të shkurtra aty ku ekzistojnë alternativa hekurudhore me shpejtësi të lartë. Në Evropë ku ka një numër në rritje të linjave hekurudhore me shpejtësi të lartë, mbështetja rritet në 67%. Një legjislacion i tillë është vendosur tashmë në Francë dhe është propozuar edhe në Spanjë. Shkencëtarët amerikanë parashikojnë një sezon uraganesh më të fortë se mesatarja e vitit 2025. Temperaturat e larta të sipërfaqes së detit konsiderohen si faktori kryesor që ka kontribuar në rritjen e mundësisë për katastrofa natyrore.
Shkencëtarët e qeverisë amerikane presin një sezon uraganesh mbi normale në vitin 2025, duke prodhuar 3 deri në 5 uragane të mëdha me erëra të qëndrueshme prej të paktën 179 km/h. Sezoni uraganeve në Atlantik që fillon më 1 qershor parashikohet të prodhojë 13 deri në 19 stuhi tropikale, sipas shërbimit kombëtar të motit të Shteteve të Bashkuara. Nga këto stuhi, 6 deri në 10 parashikohet të bëhen uragane me erëra prej 120 km/h ose më shumë. Temperaturat më të ngrohta të sipërfaqes së detit janë ndoshta kontribuesi kryesor, tha Ken Graham, drejtori i shërbimit kombëtar të motit. Parashikuesit akademik dhe privat të motit kanë nxjerrë parashikime të ngjashme për sezonin e uraganeve që vazhdon deri më 30 nëntor. Midis viteve 1991 dhe 2020 ka pasur mesatarisht 14.4 stuhi tropikale çdo vit në Atlantik, duke përfshirë mesatarisht 3.2 uragane të mëdha midis 7.2 uraganeve. Meteorologët e Universitetit Shtetëror të Colorados thanë në fillim të prillit se sezoni i uraganeve të vitit 2025 në Atlantik do të jetë mbi mesataren, me 17 stuhi tropikale duke përfshirë 9 uragane, nga të cilat 4 parashikohen të jenë të mëdha. AccuWeather nxori parashikimin e tij për sezonin e uraganeve të vitit 2025 në fund të marsit. Shërbimi privat i motit njofton për 7 deri në 10 uragane, nga të cilat 3 deri në 5 janë të mëdha, si dhe 13 deri në 18 janë stuhi tropikale. Sezoni i vitit të kaluar ishte një nga më të kushtueshmit të regjistruar ndonjëherë, ku pati 5 uragane të mëdha nga një total prej 11 uraganesh dhe 18 stuhish. Këto katastrofa natyrore shkaktuan vdekjen e 427 personave, ndërsa dëmet ekonomike arritën në $130 miliardë. Kemë mbritur në fund të edicionit informativ të orës 15 këtu në Skan Televizion. Të tjera zhvillime i gjeni duke klikuar në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Faleminderit që na ndoqët, bashkë ndajemi këtu për të u ritakuar në orën 16 në emisionin Box to Box. Qëndroni me ne.